çfarë bën pilatesin tek studia jote më mirë se sa tek studia tjera? Puna ime e parë ka qenë kamariere, unë gjuhën nuk e dija mirë, unë nuk isha punuar kurrë, por prapë mora këtë nismë dhe ishte viti më i vështirë që unë kam kaluar. Nëse do më pyesje para një viti e gjysmë, a do të kthehesh në Shqipëri? Përgjigjja ime do të ishte kurrë. Ajo ka vlet deri tani? 100%. Unë ja sugjeroj çdo vajzë dhe çdo djali, sidomos çdo djali, të bëjë një 10 vjeçar jashtë shtetit dhe të kthehet dhe të japi diçka për këtë vend. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses Made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Mirë se vini në podcastin e suksesit by Gjulja Radi. Sot kam një person të veçantë, Bora Basha, founder of Pilates Club Albania. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Bora, jam kurioz me ditë fillimet. Si nisi ideja për Pilates Club Albania? Ideja lindi kur unë isha akoma në Arabinë Saudite, nisi si një ide që mendova që nuk do të bëhej fare, por më pas me suportin e njerëzve të mi të ngushtë, mendova që pse jo ta bëj diçka të re, një risi në Shqipëri dhe ja ku jam. A ishte e vështirë hapja një biznesit si femër në Shqipëri, në Durrës? Ishte zakonisht e vështirë, unë isha 100% jashtë zonës sime të komfortit. Aq më tepër që unë nuk kisha as connection, unë nuk njihja shumë njerëz në Shqipëri, isha komplet e re, dhe çdo gjë për mua ishte e re, nga fillimi deri në fund, puna ishte kolosale, nga mëngjesi deri në darkë pa pushim. Sa kohë ka Pilates Club që ka startu? Pilates Club ka startuar me 15 janar të 2025. Okej, super. Jam kurioz të di, Pilates, a mund të bëjnë vetëm gocat apo është edhe për çunat? Absolutisht, ky është një mith që është vetëm për femra, sepse ai që e ka zbuluar Pilatesin ka qenë një mashkull dhe mbati ka qenë dhe një bodybuilder, i cili ka pas probleme shëndetësore. Okay. Palestra nuk e ka ndihmuar, Pilatesi e ka ndihmuar, kështu që Pilatesi është për të gjithë. Po specifikisht, ç'a benefitesh ka Pilates të shëndeti njeriut? Pilatesi ka benefite shëndetësore të mëdha, jo vetëm fizike, por edhe mendore. Prandaj një ndër arsyet kryesore që frymarrja është kryesore në Pilates është edhe për relaksimin e mendjes. Por sidomos nga ana fizike, Pilatesi ndihmon jashtëzakonisht shumë me problemet e posturës, shpinës, me dhimbjet e mëdha dhe të vogla. Sepse Pilatesi stërvit dhe ato muskujt shumë të vegjël që palestra nuk i stërvit dot. Prandaj Pilatesi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Sa zgjat zakonisht një seancë për shembull? Një seancë Pilatesi zgjat 45 minuta. Okay. Është më se mjaftueshme. A është e domosdoshme të stërvitemi çdo ditë apo mund të bëjmë 3 herë në javë për shembull? Si është ideale? Minimumi i stërvitjes është 3 herë në javë, maksimumi 5 deri në 6 që t'i lëm muskujve dhe kohë të relaksohen dhe të qetësohen. Por më pak se 3 herë në javë, unë nuk e rekomandoj që të shohësh benefitet e duhura. Super. Si më thonë, si e shikon atë trendin? A është duke u përqafu nga njerëzit se në fakt është diçka re për shumicën e njerëzve? Po përqafohet shumë edhe nga halli, si të thuash, sepse është diçka që i duhet dhe e kanë kuptuar më në fund, por është edhe si një trend që po bëhet këto kohët e fundit, që po vjen dhe në Shqipëri. Cila është mosha minimale që sugjeron dikë për me u përfshi me fillu Pilates? Shiko, aktiviteti fizik në përgjithësi duhet filluar sa më herët. Por në studion time unë pranoj minimumin e moshës nga 18 vjeç dhe më lart. Di që do zhvillosh një event me 5 tetor. A mund të më shpjegosh pak më shumë? Për çfarë bëhet fjalë? Atëherë, është një event brunch dhe retreat, është diçka e re në Shqipëri, kam menduar ta sjell.
do të jetë një stërvitje në mëngjes, duke u bashkëngjitur edhe yoga dhe meditim, dhe më pas do të ketë lojra dhe sfida të ndryshme, por jo vetëm, do të kemi dhe dhurata dhe do të jetë një mëngjes komuniteti. Arsyeja kryesore e këtij eventi është sepse unë kam dashur gjithmonë të sjell njerëzit bashkë, të sjell femrat në një komunitet dhe thash pse jo. Ky është një nismë të cilën e kam nisur tani dhe shpresoj që do të vazhdoj. Super. Kam edhe një pyetje që ndoshta është shumë bazike, por gjithsesi po e bëj, se mund ta kenë shumë njerëz tjerë. A mund të bëj dikush edhe pilates, edhe palestër për shembull? Një ditë pilates, një ditë palestër, një ditë pilates, një ditë palestër. Shiko, unë e bëj këtë. Okej. Unë jam njeriu i parë që e bëj këtë dhe benefitet janë madhore. Kështu që unë i sugjeroj të gjithëve të bashkangjisin pilates dhe palestër. Por nëse ato nuk kanë mundësi, atëherë 3 herë në javë pilates mjafton. A është pilates një sport, po themi, ose një disiplinë që është e kushtueshme? Shiko, unë mendoj se për shëndetin asgjë nuk është e kushtueshme. Besoj se nëse ti investon në shëndetin tënd, është diçka që ty të kthehet mbrapsht. Kështu që nuk mendoj se ka asgjë të kushtueshme kur vjen puna për shëndetin. Di që ke ikë 18 vjeçën nga Shqipëria. Yes. Në emigracion, në Korbet. Edhe ke jetu 10 vite. Edhe pas të e këthy në Shqipëri, ke ha biznesin tënë. Më trego pak për këtë eksperiencën tëne jashtë Shqipërisë. Unë kam hikur 18 vjeçe nga Shqipëria, vendosa të mos vazhdoja shkollën, siç më thanë të gjithë. E gjeta një mënyrë për t'u larguar me një agjenci në Abu Dhabi, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Puna ime e parë ka qenë kamariere, unë gjuhën nuk e dija mirë, unë nuk isha punuar kurrë. Por prapë mora këtë nismë dhe ishte viti më i vështirë që unë kam kaluar. Dhe jam shumë e lumtur që e kam kaluar, më pas punova si customer service në një hotel dhe më pas në spital dhe aty u mbyll, sepse unë zbulova këtë gjë që unë kaq shumë e doja dhe e dua, që është fitnessi. Aty fillova duke mësuar, duke u certifikuar, duke mësuar edhe më shumë se ç'është fitnessi në përgjithësi dhe më pas zbulova pilatesin. Pilatesi është dashuria ime e dytë dhe këtu jemi sot me Pilates Club Albania. Me që s'ke ditë gjuhën e ki qunë e herë kuj për osin nga bim. Gjithmonë! Okay. Gjithmonë! Po pse vendose më u këthy? Përderisa u vendose atje, u stabilizove, bane disa punë, disa eksperienca. Nëse do më pyesje para një viti e gjysmë, a do të kthehesh në Shqipëri? Përgjigjja ime do të ishte kurrë. Nuk e di se çfarë ndryshoi brenda meje, ndoshta kjo dëshira e madhe për të nisur Pilates Club, besoj se më ka ndryshuar çdo mendim që unë kisha dhe nuk pendohem as pak. Jam shumë e lumtur që jam kthyer dhe jam këtu sot. Super. Aja ka vlet deri tani? 100%. Bora, jam kurioz me ditë sa ndryshon bota arabe me botën shqiptare. A kishe një cultural shock, si më thënë? Me thënë të drejtën, jo. Ne jemi shumë të ngjashme si kultura, mikpritjen e kemi shumë të ngjashme, ushqimin goxha të ngjashëm deri diku. Unë isha shumë e vogël, atëherë unë jam përshtatur shumë me botën arabe, por tani po mundohem të ripërshtatem me botën shqiptare. Bora, ç'a do e këshilloje një vajzë të re, ndoshta 10 vite, më të re se ti për shembull, sa po ka kalu adoleshencën, ashtu mendua me vazhdu shkollën apo me ndjek ëndrrën e vet. Ç'a do e këshilloje nëse ajo ka një ëndër, ose ka dëshirë, ose me hap një biznes, por me ndjek një profesion, me bë diçka për veten? Shiko, nëse shkolla është ëndra e dikujt, unë i them ta vazhdoj. Nëse nuk është, atëherë jo. Mua ky 10 vjeçar që jam larguar, më ka rritur, dhe e them më ka rritur në çdo aspekt të jetës sime. Më ka rritur shumë dhe unë ja sugjeroj çdo vajze dhe çdo djali, sidomos çdo djali, të bëjë një 10 vjeçar jashtë shtetit dhe të kthehet dhe të japë diçka për këtë vend. Bora, je përballë pasqyrës. Edhe shikon veten tënde para 10 viteve. Edhe ajo po shikon ty sot. Një person të arrirë që ashtu ndjek ëndrrën e vet,
që është të ndihmu të tjerë, edhe nga ana fizike, por deri diku edhe spirituale, edhe emocionale. Ç'a mendon se do të thoshte Bora, 18 vjeçë? Unë mendoj që vetja ime do më thonë që është jashtëzakonisht krenare për këtë rrugtim që unë kam bërë dhe që e kemi bërë bashk. Dhe unë do t'i jepja vetes time një përqafim aq të ngrohtë dhe t'i thoja që nuk ka asgjë që ti nuk mund ta bësh. Do të thonë çdo gjë është e mundur, çdo gjë. Di që merr pjesë në trajnime, në retreats për zhvillim personal, emocional, spiritual e tjerë. Sa rëndësishme është kjo për ty? Personalisht, por edhe profesionalisht. Është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe këtë nuk e them kot, nuk është klishe, sepse ajo ideja që je rrethuar me njerëz që e duan rritjen po aq sa ty, të bën ty të duash të rritesh dhe të shohësh lart e më lart. Jam kurioz di kur e zbulove kështu në thojza, meditimin edhe sa të ndihmon ty personalisht. Meditimi të ndihmon të jesh i vetëdijshëm, të qartësosh ato idetë e tua, emocionet, është themelore, mendoj unë. Çdo ditë të meditosh 20 minuta është shumë e rëndësishme dhe themelore për ato qetësinë tënde mendore. Tashi, Bora, të gjithë kemi njerëz që na mbështesin. Sigurisht edhe njerëz që nuk na mbështesin për arsye të ndryshme. Mund ta kenë ose mund të mos e kenë personale, nejse. Kush është një person ose disa persona që ty të kanë mbështet edhe ti je falendëruese për njeriu që je sot? Shikoj, unë jam gjithmonë falendëruese për personat që mua më rrethojnë, sepse e them sinqerisht që unë jam njerëz shumë e fat, shumë i bekuar, që kam njerëz pranë vetes që më ndihmojnë dhe besojnë tek unë. Por pa diskutim, ai personi që më vjen direkt në mendje është mami im. Gjithmonë më thot, ti ja del sepse ti ja ke dalë gjithmonë. Kjo është një shprehje që unë e mbaj vath në vesh dhe shpreha ime e preferuar. Bora, përveç pilatesit, biznesit tan, pasionit tan, palestrës, a ke hobi tjera ose dëshira tjera që bën me ditën tonë? Asnjë. Ua, so. Punë shpi. Ua. Po ku do e gjesh burrin ti? Nuk e di. Të ma gjej mami. Në qoftë se jeta jote do të ishte një këngë apo poezi, si do të titullohej ajo? Banani nga Dashnërdiku. Banani të disë, ku t'jon? Ky ishte podcasti më afani që kam bënë herë. Bora, çat ka mësu ky profesion? Ky profesion ka mësuar që njerëzit nuk vinë të stërviten vetëm për të pasur rezultate fizike, por ato vinë sepse duan të kalojnë kohën, janë të mërzitur, duan të shfryen ato nervat e ditës dhe mendoj që durimi është diçka që unë e kam kultivuar me kalimin e kohës dhe që nuk e kam pasur më përpara, por që here I am. Atë është kultivu vetëm ty durimi apo edhe njerëzve që vinë aty? Më është kultivuar mua, sepse ato më shohin si të themi dhe si një terapiste, kështu që durimi më është kultivuar 100% mua. Bora, cilat janë planet tuaja për zhvillimin e biznesit? A do e zgjerosh? A do hapësh në një studio tjetër? Shiko, unë jam me mendimit që themelet duhen vendosur në fillim tek studio e parë dhe më pas të përhapet kur themelet janë të forta. Në Shqipëri ose jashtë saj, kjo mbetet për tu parë. Pse ke zgjell pikërisht pilates dhe jo një sport tjetër, edhe palestrën? Siç e thash, dashuria ime e dytë është pilatesi dhe e para është palestra. Pse nuk zgjodha palestrën për zgjodha pilatesin, mendova dhe arsyetova që vajzat shqiptare kanë nevojë për pilatesin, sepse është diçka e re dhe e dobishme për fizikun e tyre. Ato mund ta bashkangjisin edhe me palestrën, por thelbësore të jetë pilatesi për arsyet e përmirësimeve fizike dhe mendore që ato do të shohin të ndryshimet tek vetja.
Po pjesa e dietës, si duhet kombinohet? Interesante kjo. Dieta është thelbësore për mënyrën si dukesh dhe mënyrën si ndihesh. I gjithmonë i them klientëve të mi që është gjysma e punës. Gjysma e punës është aktiviteti fizik që ti bën në palestër ose në pilates, dhe 50% është ajo që ti han ushqehesh në shtëpi. Atë ndihmon pilatesi vetëm me mbajt trupin në formë apo edhe me u dobësu? Absolutisht që të ndihmon, por duhet ti bashkangjitësh dhe ushtrimet e kardios që ty të ndihmojnë të humbësh peshë. Domethënë, çdo gjë është e lidhur me njëra tjetrën dhe është diçka afatgjatë. Nuk po mendojmë për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, por po mendojmë për diçka që është shumë e gjatë dhe është jetësore. Bora, po cilat janë disa nga sfidat që ke has, edhe si profesion po edhe si biznes? A e mon mend klientin tënd të parë? E mbaj mend, kanë qenë 2 klientë mi të parë, të cilët më kanë ardhur dhe në inaugurimin tim, festë e vogël e cila u bë para se të hapej Pilates Club dhe i kam akoma sot. Si u ndjeve kur regjistrove 2 klientat e parë? Isha e zakonisht emocionuar, po më driteshin duart kur po i shkruaj emrin, por janë emocione të bukura. A ka një moment specifik që ti e kuptove se po bën gjën e duhur? Po, është një moment specifik kur unë bleva librin tim të parë për fitnessin, të jem 100% e sinqert, kur e hapa librin, unë fillova dhe të qaja, dhe aty e kuptova që kjo është ajo që unë dua dhe isha jashtëzakonisht shumë falenderuese Zotit që më bëri ta kuptoja, sepse shumë njerëz nuk e dinë çfarë duan deri në fund të jetës së tyre. Dhe kjo është gjëja më e dhimbshme, mendoj unë, që mund të ndodhë. Me që më përmende Zotin, sot ka ndihmu besimi të rrugtimit? Nuk ka asnjë moment të jetës sime që unë Zotin nuk e kam pasur pranë dhe para syve të mi. Zoti absolutisht është ajo gjëja themelore që mua më mban edhe me ëndra, por më mban dhe me këmbë në tokë. Domethënë janë 2 gjëra paralele të cilat unë mendoj që është një balancë perfekte. Tash të bëjmë pak konkurrencë. Çfarë bën Pilatesin tek studia jote më mirë se sa tek studia tjera? Unë. Pse çka ke ti? Jam unë. Thjesht jam unë. Shikon, në momentin, unë jam shumë krenare, që në momentin që klientët e mi hapin derën e Pilates Club, hynë në studion time, ato ndalin ndryshe. Mënyra si ndjehen dhe mendojnë. Unë jam shumë krenare për këtë gjë, pavarësisht atyre ndryshimeve fizike që ndoshta ato mund t'i gjejnë kudo, edhe në për palestra të tjera ose në studio të tjera, por mënyra si ndihen dhe ndryshojnë, atë konceptin për jetën dhe aktivitetin fizik dhe mënyrën se si të jetojnë, ato e ndryshojnë komplet. Dhe kjo është gjëja kryesore për mua. Ti bëj njerëzit të ndihen më mirë se sa kanë ardhur. Cili është ai feedbacku jo ti preferuar prej klientëve? Feedbacku im preferuar është energjia e kësaj studios është komplet ndryshe nga çdo vend ku ato kanë shkuar. Është energjia dhe ai vibe që ato marrin. Te pjesa e rutinës, si është një ditë jote atipike? Unë kam fatin që në studion time unë punoj me orare dhe oraret I kam shumë fikse. Zgjohem herët në mëngjes, ushqehem, haj një mëngjes shumë të shëndetshëm, filloj, bëhem gati dhe dal. Në momentin që dal nga shtëpia, kthehem nga shtëpia shumë vonë. Pjesën kryesore e zë puna, e zë biznesi, se nuk dua ta quaj as punë, është diçka që unë e bëj me shumë dashuri dhe pasion. Dhe pjesa tjetër absolutisht është shoqëria dhe familja. Mundohem shumë që të krijoj këtë balancën mes të dyjave, dhe mendoj se kjo është një jetë më e lumtur. Po për veten, sa orë në ditë stërvitesh? Apo thjesht stërvitesh gjatë kohës që trajnon tjerët? Nuk ka asgjë fikse. Unë mundohem të stërvitem kur gjej kohë dhe pa diskutim që 3 herë në javë unë duhet t'i gjej. Jo, nuk stërvitem me klientët e mi, sepse unë jam ajo që I mëson dhe I shikon dhe I shikon mënyrën se si ato e bëjnë ushtrimin, kështu që nuk mund të stërvitem me ato. Por absolutisht mbas pune, mbas studios time, gjej kohën për vete 1 orë, pa diskutim. A lexon libra? Po, lexoj libra, këto kohë nuk kam lexuar shumë libra, me thënë të drejtën.
por po, lexoj libra dhe më ka ndryshuar komplet atë mënyrën se si unë mendoj. Tani do filloj të lexoj libra prap, libra mbi biznesin. Përveç librave, këto kohë po dëgjoj goxha podcast dhe audiobooks, të cilat më kanë ndihmuar shumë dhe edhe sepse unë jam pak e zënë në këto momente, më ndihmojnë edhe kur heci ose jap makinës. Po klientat e pa kënaqur, a ke pas, edhe nëse ke pas, si ke menaxhu? Deri tani nuk kam patur klienta të pakënaqur, me siguri do të kem, por do t'i jap atë kohën e tyre dhe kohën time për të parë rezultatet, sepse rezultatet, siç e thashë më përpara, nuk shikohen me 1, 2, 3 muaj, mund të jenë rezultate minimale, por rezultatet tamam duan një kohë më të gjatë. Kështu që do t'i jap kohën time dhe klientit. Shikoj që ke shumë pasion, shumë pozitivitet për çdo gjë që bën. Po a ke pas ndonjëherë një moment vështirë që ke mendu me heq dorë për shembull? Do të gënjeja nëse të thoja jo, por janë momente që më kanë hikur me fraksion sekundi, kanë qenë shumë momente, ndoshta kam qenë e lodhur, e stresuar, janë momente që gjithë i kemi, por siç e thash, rrethojeni veten me njerëz pozitiv dhe që besojnë tek ju. Kjo është shumë e rëndësishme. Ato do t'ju shtyjnë më përpara dhe do t'ju shtyjnë që të besoni dhe më shumë tek vetja në ato momente që ju nuk keni fare besim. Kështu që po. Çfarë të motivon çdo ditë që të vazhdosh? Dashuria për punën. Është më rëndësishme të kesh disiplinë apo të jesh i motivuar? Motivimi ikën, disiplina qëndron. Nuk mund të jesh i motivuar çdo ditë 24 orë, por disiplina është ajo që të mban të fortë dhe në atë rrugën tënde. Kështu që disiplina është numri 1. Okej, super. A ke ndonjë thënie ose ndonjë shprehje të preferuar që ja thu vetes? Po. Zoti është i mirë në çdo moment, dhe në ato momentet e juaja të dobët, ai është gjithmonë i mirë dhe ka një arsye për çdo gjë. Çfarë mendon për këto dietat ekstreme, që janë për me u dobësu shpejt për shembull? Ka shumë njerëz që vinë tek unë dhe i duan këto gjërat e shpejta, të cilat unë absolutisht nuk i aprovoj. Dietat e ekstreme janë dieta të cilat bëjnë shumë keq mendjes të trupit. Dhe unë absolutisht nuk ja këshilloj klientëve të mi. Janë dieta të cilat 1 muaj dhe 2 muaj dhe aq mbaron, por nëse ti don diçka fatgjatë, sepse ky është qëllimi dhe imi dhe i studios ime. Të ndryshoj mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe e shikojnë fitnessin në përgjithësi. Kështu që absolutisht nuk i këshilloj këto dieta, janë shumë të rënda për trupin dhe mendjen. A ke ndonjë moment funny ose ndonjë pyetje të çuditshme prej klientave, kështu në përditshmëri për shembull? Ose ndonjë kërkesë çuditshme? Në fakt më vjen gjatë gjithë kohës klientët e mi më pyesin dhe më thojnë, nuk mërzitesh kurrë, nuk nxefesh kurrë, dhe unë i them po, por në momentin që unë futem tek ajo derë, çdo gjë ngel jashtë. Kështu që brenda kësaj studios unë nuk mund të jem e mërzitur apo e nevrikosur. A ka ndonjë ushtrim që klientat kështu e urrejnë? Ose nuk e pëlqejnë se urrejnë është fjalë e madhe? Ka shumë ushtrime që nuk i urrejnë, po gjithmonë i them që ato ushtrime që ju urrejnë, ato do t'i bëni dhe më shumë, derisa t'i doni. Kështu që janë të detyruar. Po pushime kështu gjatë seancave, keni apo jeni gjithkohës kështu? Aktiv. Këtu klientët e mia do nduhem vra. Klientët e mia do jenë shumë të kënaqur nga kjo pyetje. Do kenë një arsye më shumë për t'u ankuar tani. Po, kemi pushime, janë afat shkurtra, nuk janë afat gjata. Por sigurisht që në 45 minuta ne duhet të bëjmë shumë ushtrime dhe pilatesi ky është. Janë shumë pak pushime që të mundohemi mos ta lëm muskulin të relaksohet. Është e kundërta me palestrën, ka një pushim më të shkurtër. Bora, ku e shikon veten pas 5 viteve? Deri diku jam e arrir profesionalisht, do doja që t'jem e arrir deri diku dhe nga ana personale dhe të kem familjen time. Ky eventi që do organizosh, a do jetë vetëm një herë apo mendon që ta bash periodikisht? Do jetë diçka e përsëritur? Besoj dhe shpresoj shumë që do të jetë diçka e përsëritur dhe për ta sjellë komunitetin së bashku edhe më vonë.
Super. Në qo se do ktheshe prapa në kohë, a do bëhe ndonjë gjë ndryshe? Asgjë. Çdo gjë që unë kam përjetuar dhe kam jetuar, më kam bërë të jem kjo që jam sot dhe absolutisht asgjë nuk të ndryshonte. Shumë faleminderit që erdhe në podcast, ishte kënaqësi me të një gjuhë, edhe me qesh me ty, me lot. Shumë faleminderit që më zgjodhe, I'm so honored. Thanks.